Përshëndetje zonja zotri, jemi këtu në një tjetër moment historik të kampionatit botror, sepse Argentina ka pasur një ndeshje shumë të zjarrt, një ndeshje spektakolare për sa i përket futbollit, por dhe kontestimeve. Ka kryesuar Egjipti 2-0, ndërkohë 3 gola kanë ardhur nga Argentina në momentet e fundit të ndeshjes. Messi, njeriu i cili provoi të humbi 11 metrash, shënoi një gol fantastik, ka ana tjetër shumë diskutime. Ishte gati, shoqëronte Ronaldon për të larguar nga kampionati botror, por nuk ndodhi. Gjitha këto do t'i shikojmë dhe do t'i diskutojmë në mbrëmjen e sotme me një panel megjithënë të nderuar, ku vjen me portierin Mersini, Ali Mersini. Tashmë nuk themi më nga Argentina se u bëre 2 javë në Tiranë. Okej? Kënaqësi. 10 minuta para, mbasi kishte përfunduar ndeshja, një gazetar aty tha, kur morëm këtë profesion, tha, e dinim që mund të vdisnim. Profesion e gazetarit? Gazetari i Argentinas. Që mund të vdiste? Që kur morëm këtë profesion, tha, për të raportuar ndeshjet e kombëtares së Argentinas, mund të na ndodhte. E sa herë na ka ndodhur ne ashtu, nuk e di, duhet marrim një kardiolog tas tjetër. Po ne shqiptarës shpesh vdesim, vdikja për ujë, vdikja për bukë, vdikja për... E kemi shumë vdekje gjatë ditës, që kemi në shqiptarët ato. Kënaqësi, ndeshje spektakolare, bukur, por dhe kontestime. Të them drejtën, nuk e kuptova mirë. Megjithëse që në fillim Argentina ka hyrë me probleme në botror, me lojtarë të dëmtuar e me Okej. Po që ishte ndeshje vështirë, tani ndeshjet vështirë sot. Okej, vetëm luga e parë e shijes për sa i përket debatit vjen me Ilir Alliun, pastaj do shkojmë të gjithë me radhë. Zoti Alliu, e prisje këtë Argentinë të sforcoj kaq shumë me Egjiptin? Nuk u sforcua Argentina. Argentina si fali Egjipti kualifikimin. Arbitri. Prisja që Argentina si fali Egjipti kualifikimin. Egjipti. Sigurisht, në minutën e 80 ndodhesh 2-0. Pa. Me këdo ekip botës. Pa. Përveç vetë kënaqësisë, asnjë element tjetër nuk e justifikon kthimin e rezultatit. Aq më tepër me atë lojë që prezantoi për 80 minuta Argentina. Argentina nuk mund të jetë e shkëlqyer 10 minuta dhe 80 minuta të jetë e keqe. Argentina ishte e keqe për 80 minuta, u bë e shkëlqyer për 10 minutat e fundit. Argentina është një për 90 minutat e ndeshjes. Ndeshjen e fitoi, rezultati jep drejt asaj, po ka shumë për të analizuar, sepse momenti që Egjipti kaloi në vetë kënaqësi, po ta shohësh goli i barazimit që u shnua nga një mbrojtës i Argentinës me kokë, që ndërmbrojtësi e lënë në Messi. Goli i parë u shnua nga mbrojtësi. Goli i parë pra, goli i parë i Argentinës u shnua nga mbrojtësi me kokë, po Romero, po. Që ndërmbrojtësi është e ka në gjoks dhe tenton të luajë offside. Nuk hyrin 2 luftim për të goditur topin me kokë, është një veprim vetë kënaqësie, një veprim fatal. Okej. Dhe offside se nxorri do të mbajtin lojë dhe 2 luftimin se bëri. Vetë kënaqësia i çoi kam edhe vëret, ka dhe pjesën e... Do ta diskutojmë më analitikisht, vetëm sa t'i bëjmë edhe një prezantim panelit. Angelina Mema, gazetare, këtu me News 24, por dhe jashtë me disa televizione përfshi ZDF, apo jo? Okej? Si jenë ndjerë në këtë kup bote, në fokusin e një njeriu të medias? Këtë edicion të botrorit, unë e kam parë, është edicioni që do ndryshoj për mendimin tim, gjithë ka ndryshuar fytyrën e futbollit për mendimin tim. Dhe e them këtë nisur nga fakti se çfarë shohim në SBA, në Meksik dhe në Kanada, shkon përtej rregullat të cilat ne i kanë prezantuar para fillimit të këtij eventi, që me ndarjen në 4 pjesë të ndeshjeve, të cilat na duken ai shumë sikur të ndeshje nuk kanë fund.
Po ashtu edhe e kam pritur edhe kam shumë rezerva që me episode të cilat janë shumë pakëndshme, që nga kontrolle deri diku edhe diskriminuese, nga kontrollet e kontareve, po ashtu edhe rregulli është rregull në Amerikë, nuk është kështu, është një pikë kryetarit, çuni xhajs gazetarit. Futbolli është më shumë se shoku deputetit, atje s'ka, atje është rregull. Futbolli është emocion, i bën bashkë njerëzit. Po kontrolli është kontroll atje, lëdesh. Jo, me këtë SBA-ja po tregon që nuk di si ta mipres një event dhe një botror të këtij përmasave. Që ndryshe unë kam pasur fatin të ndjek kampionatin evropian nga afër dhe mund të them që Europa ka treguar me krenari që di se si ti pres. Kapitalizmi është në pulm atje, nuk është si në mënyrën se si amerikanët nuk e ndjejnë futbollin si ne. Okej, do ta diskutojmë këtë në vijim. Mehmet Krasniqi, CEO Novamat, por dhe ish futbollist në Kosovë, në Gjermani, kënaqësi. Faleminderit për ftesën e këtij. Dhe faleminderit Mehmet që je gjithmonë pranë sportit. Gjithmonë dhe jemi. E pet ndeshje kishte emocion, kur fsoi golin e dytë Argentina, se një janë anulluar, ishte fantastike. Si mendove, nuk e kthen dot më ndeshjen? Pas 2-0, më thonë pas 3-0. Pas 3-0, se atë golin që anulloj nuk ishte i pajtimit pse anulloj. Nuk ishte dakord? Jo, nuk ishte dakord fare. Po? Unë mendova që ndeshja mund të shkoj 2-1, por pastaj u shkëputan nga ndeshja, isha në fizioterapi, kur dola e posh mirë, shumë mirë. Pastaj e posh 3-2, thash qa pas ka ndodhë, por kjo të regon, çka do të thotë që ekipet e mëdhaja, ekipet me eksperiencë, që din të vitojnë ndeshjen edhe për 10 minuta. Është Messi, vëlla, sepse Messi është dhe organizator, dhe topin që i jep ai, nuk e jep dot njeri, është njeriu që edhe bën gol, edhe organizon. Ndërkohë Cristiano e pret atje në fillim, do vi. Argentina është Argentina. Tani asist. Tani e do. Se më nuk që Messi 80 minuta, po e la për 10 minuta. Po loja thonë, unë kam dëgjuar që përfundon kur bie bilbili fundit, kam dëgjuar unë. Po ashtu është. Me 30 me 40, edhe ne fitu me Italin, 10 minutat e para. Kur bie bilbili mbaron loje, kam dëgjuar, nuk e di është e vërtet. Jo, e vërtet është. Tani, liro, sepse sot është dhe ditë e shënuar, nuk kam parë, do më thënë misi kjo vajzë që kemi sot në studio. Mëse kështu thua gjithmonë. Jo. Shikoj, asnjëherë. Nuk ka ndodhur asnjëherë, do më thënë që të vi kështu si një mbretëreshe vërtet. Kam asnjë vërejtje për vajzën. Prandaj është ashtu si thua ti, po ti e thua gjithmonë. Po jo, nuk e them gjithmonë se me kështu si quhet kjo kurora. Asnjëherë nuk e kemi pasur në studio. Alesia Surrelli. Po. Këtu nga Tirana je me origjinë? Po, të dy fëmijë. Nga Surrelli këtu? Nga Tirana. Po, me origjinë. Po jetoni në Itali? Kam lindur atje dhe jetoj, po... Ke lindur atje? Po sa mirë flet shqip? Faleminderit. Ma kam mësuar prindrit sepse të gjithë familja është këtej në fakt, vetëm me prindrit dhe motrën jetoj atje dhe për të folur me ta duhet ta mësoja mirë dhe jam shumë me lumtur që e kam. Dhe më thënë të jetosh atje dhe komplimente. Përveç se Zotit ka dhënë bukurinë jo me i dorë, po me dy e duart, pas ka dhënë dhe mendjen. Po, besoj se po. Që i bie, familja ka synuar që të mbaj traditën, të mbaj gjuhën, të arsimohesh dhe tjetë. Në kampionatin botror, je mërzitur që nuk është Italia? Apo si e me Italinë? Jo, jam me Italinë. Dëshira më e madhe ishte që ta shikonim Shqipërinë një herë, po ajo është një ëndër. Kurse për Italinë më vjen shumë keq që nuk është futur, edhe me faktin që unë në Itali jam me Juventusin, shpresoja, duke qenë që Ronaldo ka luajtur me Juventusin, shpresoja që të dilë të pak të në Portugalia mirë, por si që pa më dje nuk doli si që shpresoja, edhe po shikoj skuadrat e... Ku e ke fituar këtë konkurs, ma thujnë shik? Kam... Qa aktiviteti, qa konkursi, që ishte? Ishte konkursi Miss Shqipëria, po. Edhe
duke qenë që po flasim për Miss Shqipërim, doja edhe t'i falenderoj stafin, edhe ishte një eksperiencë shumë e bukur që në nëntor do të më japi mundësin të shkoj edhe në Japoni, me gjithë vendin. Ja kalon japonezëve edhe në Japoni ti do vish më duket me kuror tjetër. E shpresojmë, por... Qa bëm përveç... Përveç kësaj bote, për kësaj bote? Cila është bota tjetër? Bota tjetër është jeta normale, që është studimet edhe puna. Unë studioj, jam të viti parë universiteti, sepse jam 20 vjeqe dhe është viti parë universitetin kjo për mua. Në Itali? Në Itali, po. Për qa? Për shkencë komunikimi edhe organizim eventesh. Pastaj, ndërko punoj edhe si stuardeze në Milano, Malpensa. Do flasim edhe me gjërë, e patë, sepse shikoj shumë këtu në rrugët e Tiranës, i flasin anglisht, nuk e di greqishte, nuk e di gjermanishte në flet, por shqipen se flet, ikin 4-5 vjetë këtu. E patë, ka lindur këtu. Ja ky është rasti. Rasti me i mirë për të reguar që gjua duhet ruajtur. Kjo është gjë më e madhe. Komplimente, vërtet. Qa diskutojnë në Argentinë, zoti Mersini? Se ti je gjithmonë kontakt me ata, me shtypin, me mediat, me... Din gjithnjë thuhet që kemi lindur për të vuajtur. Argentina? Po, sidomos me këtë ndeshjen e sotshme, kujtoni dhe botrorin e kaluar, 2-0 me Hollandën, 2-2, 3-1 me Francën, 3-3, dhe në sekondin e fundit kapi portieri topin që që janë, po që ishin... Argentina zëtë vuajnë shumë përgjithësi një jetë, me që thonë kemi lidur për të vuajtur, që ka një jetë, vuajnë apo e kanë të të gëzushme? Me që ke jetuar 3 dekada atje. Ata jetojnë jetën, unë në 80% të rasteve ta thonë që dhe jetojmë si ditën e fundit jetës. Argentina zëtë? Nuk janë, janë njerëzët të qefit, nuk janë... Po, qefit e të zefit. Ka një shprejë këtu, është e vjetër. Tani, në momentin, Ilir, bëm pak imaginatë dhe mua më pëlqen ajo logjika jote. Duke parë ndeshjen 2-0, ishte dhe Cristiano në një vend. Duke parë ndeshjen. Jam i bindur për këtë gjë. Nuk ka qenë duke mos e parë ndeshjen Cristiano Ronaldo. Ishte 2-0, bëri gol e Egypti, janë alluan golin e tretë. Bëri 2 golin e dytë. Po, 2 golin e dytë, këtë drejt. Dhe në atë moment, sot, iku dhe Messi nga botrori, apo kishte frikë? Qa mendon të Cristiano dhe qa bënde në atë moment? Sigurisht që në nëndzër, në ndërgjegje, do ishte një lloj ngushëllimi për ta, ose do binte pak presioni mediatik. Mbi Ronaldon, se tashmë e ka presionin. Ajo që e bëri mbret, ajo që e mbajti 20 vjetë në fushë të futbollit, sepse praktikisht gjithë e dim që 12-13 vjetë është ajo jeta efektive sportive që është maksimum. 10 vete të tjera ja ka shtuar media, ja ka shtuar kompanit, ja ka shtuar reklamat, ja ka shtuar menaxhimet. Dhe sigurisht që ato që të mbajnë për një farë kohë në kamp jashtë kohës sportive normale që mund të kesh, në një moment kur do ta lësh sportin të kthehen në të kundërt në opinion publik, sepse këtë presion do ta durosh tash. Por duhet të kemi parasysh një gjë. Lojtarët mëdhenj si Messi, Ronaldo, sigurisht që kanë edhe atë pjesën mediatike mbrapa, kanë ekipet mëdhaja mediatike mbrapa, ekipe interesash, reklamat, kanë punë e vetë, marketingu bën punë e vetë. Edhe duan ta lënë ata, i propozojnë projekte të reja që s'duan t'i lënë. Mundesh. Na vi natë sa të doj, se kemi jetuar në kohë të ndryshme futbolli. Platinia e kishte fatin e madh ta lindte futbollin 29 vjeç, kur ishte mreti i botës, kur ishte ndër më të mirët e botës. Dhe kur e la futbollin, u shpreh që desha ta lënë momentin më të mirë që të më mbajnë mend për. Në këto kohë se le dot më? Nuk e le dot futbollin, se të kap futbollit, të kap kontratat, të kap reklamat, ke kontratë me kompanitë e mëdha sportive, ke kontratë me Nike, ke kontratë me parfumin, ke kontratë... Është si ne me Novamat, që për shumë ta lëm vitin tjetër apo jo, është Novamat brenda. Ti do vuash edhe për një 10 vjet me të shofun. Ja.
Je izoluar, nuk e nga të shka. A thua? Më kej se Ronaldo. Shtatori, sikojmë dorë. Vetëm një gjë, ki kujdes, ke një farë favoriti, se për këta që shtyjnë jetë me vetë sportive të limiteve, ekziston rreziku që të të lejë dhe zemra në fushë. Ja, me ja. Ekziston si rrezik si që kemi për gjithë. Shiko, Në fat, se ti nuk do lodhesh fizikisht, kështu që s'ka merak, domethënë te ky 10 lodhja psikologjike është më e vështirë, a? Ilir. Lodhja psikologjike. Lodhja psikologjike, këta dy lojtarë janë, për mua, janë modelet e njerëzve më të durueshëm botë, se nuk është kollaj të jetosh në presion gjithë kohë. Mimi tha diçka shumë bukur, Mimi, për ata që njohin gjithë Halim Mersini, të gjithë lojtarët e Tiranës i thonin Mimi në të kohë, dhe ne do i flasim me gjuhën që i flisin gjithë lojtarët, tha i gjithë bukur për gazetarin, ku zgjodhi këtë profesion se të pushon zemra. Me gjithmonë, mbas as në pushon zemra në kampionat botror se Shqipëria, por ka qenë Shqipëria dhe do shqiptari tjetër, aq më shumë kur ti je atje flet me ata, bën. Jo, është e vërtetë. Ja, sikur. E jetojnë futbollin në mënyrë tjetër, ata dashurojnë futbollin, ne përziem shumë linja kur kemi. Ne shqiptarët nuk kemi asgjë tjetër për t'u krenu. Dhe kemi futbollin. Zgjodhëm futbollin në një moment suksesi që të gjithë përrejt patriotik. Ti s'ke qarë në për stadiume? Kam qarë. Kush e di sa herë kam qarë? Po jo, për qarë jo. Ja, s'ke qarë. Asnjëherë s'bëhet. Se pas ke dash shumë futbollin më shumë. Kështu thon Gjergj Sefa një. Shumë futbolli duhet sjell alegri, jo lot. Ja, më ja, lotët janë pe Cristiano që qau. Sot kur Kamerun Cristiano qau, Cristiano. Messi po qante, o zot, po 15 minuta. Messi kishte lot gëzimi. Ronaldo kishte problem. Mbase je më i ftohtë ti si person. Qau ky i Brazilit. Cili? Neymari. Do qante Neymari, se nuk e myllte dot karrierën pa qau. Qau Cristiano, qau ai, si s'ke qatin në karrierë. Ta marroj çik. Qau, sepse do myllte karrierën edhe për të zbuti çik presionin mediatik, ja kudi i pa lotaj. Okej. Qau Ronaldo më mbrapa, se do zbusi dhe ai presionin mediatik. Po mirë më si qajnë ata, s'janë aktorë më burit, po s'janë aktorë ata, si, lotët vinë atyshë, mund të qashtit të vëhun 500.000 euro e zëmë këtu tani, 500.000 euro, pa e zëmë, ajde qaj tani këtë moment. Po qaj tani, që andot, nuk që andot, nuk që andot. Ata e ndjenë shumë, nuk është kështu. 15 minuta duke qarë në fush. Altin, se futa edhe pak nota humori brenda. Ideja është e këtillë, presioni i madh që ushtrohet mbi ta. Nuk është një tifoz qanë për ndeshjen, qanë për atë që ndodh, qanë për futbollit. Një futbollist qanë nga presioni, qanë nga trysnia që ka, aq më tepër kur bëhet fjalë se sa më i madh që ti je Altin, aq më shumë gryka topi janë drejtuar. Po këtë pësoj unë se ti ma kalove, gazetar sportivi qanë, Ylli Aga qanë, unë kam qanë, kur për ekipin kombëtar, tani kot tani. Po ti mase nuk qanë, dakord e lëmë të mua, beti. Unë e lotëve është si e nga gjëndë. Po, në rregull, s'po them gjë, po ti mos thuj jo. Më ndodhi kjo. Unë jo, s'nuk qaj. Jo, ti mos qaj më burë. Për sport, jo. Dakord pra. Okej, ecim. Njerëzit janë ndryshëm. Mehmet, Messi është në ekuilibër fizik, psikologjik që ta çojë drejt kupës së botës Argentinën? Pyetje me vend. Messi mendoj që e ka qetësinë kur gjithë ekipi tjetër po luas për Messin. Nëse dikun çalon të dheqja tjetër, mund të jetë që Messi nuk do të bëj asgjë. Se të gjithë janë për Messin duke lu. Qetësinë është duke mbajt, bravo i qoftë, se pesho dhe ndaj Austrisë e humbi penaltin dhe pastaj bëri gol. Edhe sot, s'ma kish morë mene që do të bëngu të gol, se 2 penaltin e kampionat botror t'i humbësh, nuk është diçka e... Prandaj e kanë zirë, rekordi zi. Messi është lojtari vetëm në histori që ka humbur 2 penalti radhës në kupën e botës. Argentina si fillimisht humbi një penalti ndaj Austrisë minutën e 9, ndërkohë në ndeshjen tjetër me Egjiptin gabojnë minutën e 21. Lionel Messi ka shënuar 25 gola nga pika e penaltisë me Argentinën, ndërkohë që ka humbur dhe 8 penalti gjatë karrierës, me i sukses prej 76% dhe kjo realizim. Kjo të tregon domosdoshmë qetësinë e tina që i mendoj
edhe si ekipi fort dhe i madh që është Argentina, mendoj që do t'ja arrin qëllimit, që të pasohet në finale. Ke luajtur futboll? Jo, por kur isha i vogël kisha dëshirën, por babi nuk më lente se më thonte që do të më bënte të rrupi si çunë. Edhe nuk donte. Po isha më e mirë se sa çuna të tjerë kur isha i vogël, se u fusja, unë lozja kështu te parku ose kështu. Vajzat pusnin lulet, unë shkoja lozja futboll me çuna. Që jep, Po shumë. Po sporte tjera ke bërë? Po kam bërë not, pastaj kam bërë volejboll për shumë vitesh, edhe mbylla me volejbollin, tani bëj shumë sport, më pëlqejnë shumë ecjet te natyra, bëj shpesh. Ecje natyrë. Po, edhe Për shembull ti këtë penalltin e Mesit, po ta lini atje në stadium e kishe bërë ti? Ta juajin penallti vetëm me portierin. Do e kisha provuar, po me taka është që ka vështirë. Me penalltit mund ta juajin penallti, apo jo? Angelina, ishim tek komercialiteti që është bërë kësaj Kupë Bote. Një Kupë Bote e cila vjen ndryshe, një paket që na ofrohet nga vendi më i zhvilluar në botë, le të themi Amerika, ku kapitalizmi aty është i egër, është maja, everybody thought my money, where is my money? Edhe ata nëpërmjet futbollit, nëpërmjet këtyre çfarë quhet hydration break, Po e përdorin? Po e përdorin për të prodhuar. Për këto spotet publicitare, nga 6 minuta dhe nëse i bësh shkon ti bën 22 minuta. Dhe në këto 22 minuta u përdoren thjesht si pretekst për individin tim, që për hidratim për të luftuar temperaturat e nxehta, por fshihet diçka tjetër për individin tim që është me sa kam parë unë po jepet kohë televizioneve për spotet, që cilat për një spot u shkonte vlera nga 7 milion deri në 9 milion dollar, ë? Kupton çfarë makinerie fshihet pas për një spot gjatë kësaj hapësirës 6 minutëshe? Ti imagjino sa mund të jep, sa spote mund të jepen për 6 minuta, vetëm për një spot, nga 7 deri në 9 milion. Edhe për mos thënë, përmend atë episodet, nuk më ka lënë shir aspekt të mirë, nisur edhe nga refuzimet e vizave, nga episodet, nga kontrollet që për mua më duken deri diku edhe diskriminuese. Kemi parë pamje kontrolle të kombëtareve nëpër aeroporte të pashpjegueshme. Deri tek çmimet stratosferike të biletave. Sa ka vajtë finale? Sa shkon në finale? Ky është botëror i pasurve, s'ka pas mundësi, ose unë kam dëgjuar histori që njerëzit nga ajo dashuria aq e madhe që kanë për futbollin, për të parë lojtarët e tyre, të skuadrat e tyre të zemrës. Tani se shikon në televizor, se ke edhe me paketë të jashtëtit, kanë shpenzuar dhe kursimet e tyre, se shkonin për shembull në disa faza edhe në finale dhe gjysmëfinale. Mund të shkojnë edhe bileta me lirë të $8,000, që është shpenduri. Po pra, po mund të thanë 30 për final, 30. Minimum, po tema një, se për në finale besoj do jenë çmime shumë herë më të çmendura. Hoteli, udhëtimi, gjithë me radhësh. Deri në 10 fishimin e biletave të trenave. Besoj që është do jetë edhe treguizi për ndeshjet finale, gjithë finale, do jetë prezant. Dhe nëse unë të më i çik të dyve ju. Është i vetmi shtet që unë nuk kam gjuhë për vete, po patin gjuhë në njëri për jush, që është i vetmi shtet në botë që nuk thot që këtë vit me turizmin pritëm kaq turist nga jashtë, aq turist nga jashtë, se Amerika nuk e ka këtë problem, se të gjithë atje duan të shkojnë. Nuk e përdor këtë term fare, a ka turista, s'ka turista, pushojnë jashtë, a pushojnë brenda, nuk e përdorin këtë term, se gjithë bota do të shkojnë në Amerikë kërkoni vizë. Mos harroni që në Amerikë Erdoganin e Lankam i morën grupin e shoqërimit, eskortën, e thanë, këtu nuk lejohen shoku, se këtu është Amerikë, biles na tregoi çik pasaportën, presidentit Turqisë. E lanë edhe Macronin në semafor duke kur ka lejë eskorta e presidentit. Amerika është një shtet i cili e sulmojnë gjithë, terrorizmi shumë i lartë, nuk donë kontrole totale Amerika. Amerika nuk është e lehtë, sidomos në këtë botëror, ku bëhet fjalë për sportin, terrorizmi mund të hyjë shumë lehtë, dhe për këtë arsye kontrolli duhet të jetë dy fish më i lartë, se po të shkosh se kanë eksperiencë. Në kohë normale nuk ndodh kjo, por tani është shumë rreziku i madh. Pse? Se një luftë ishte
Je dakord Jo, Shubaj, jo, ata e kishin, domethënë, ata e dinin çfarë rrezikonte kur vendosën Po shiko, Amerika ka përgjegjësi. Amerika ka aq përgjegjësi të madhe ndaj të gjithëve të cilët hynë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për juve që shkonin me vizitu. Me përgjegjësi. Po si s'ka përgjegjësi? Jo, nuk është dështim. Nuk e kam menaxhuar siç duhet. Kjo se Amerika mendonte se vinte me eksperiencë, duke qenë se ka pritur edhe një tjetër kub bote, por që ka kaluar shumë vite. Për mu do të ishte dështim i madh nëse nuk do të ishte kjo kontroll, kjo masë e madhe. Pse se ti e gotë çfarë ka ndodhur në Evropës kur ka pritur konvencione të tilla dhe të tjera kur në Evropë jemi edhe ti si shqiptare, kur jeton në Gjermani je shqiptare. Dhe ne jemi në Gjermani, si jetojve në Gjermani, e patëm kampionatin evropian, e patëm para 2 viteve? Po. Ishëm, u gëzum, ishte let, hyshe me makinë, kalojshe... Po. Por ne e ndimi vetëm si shqiptar atje, turqit si turqi, arab si arab, spanjoll si spanjoll. Në Amerika është Amerikë. Amerika gjithmonë sulmohet. Gjithmonë sulmohet. Dhe kjo është arsyeja pse Amerika dhe du të më qenë të lumtur pse është ai kontroll aq i madh. Tani shumë i lumtur. Me rast, u refuzua mos gaboj viza e arbitrit më të mirë të Afrikës. Disa viza. Po marr këtë si shembull, ishte arbitri më i mirë, kishte edhe pasaport diplomatike dhe nuk e kuptoi ku qëndronte refuzimi apo marrë një shembull konkret, se mund të flasin edhe mund të Pse Atë refuzim e din... Arbitri, po, ishte më i mirë. Pasaporta diplomatike nuk ta jep Amerika ty, ta jep shteti jot. Po. Dhe si parim është i këtill, shkon te kryeministri sot, ti mund t'jesh dhe antar i një bande, mund t'jesh dhe arbitër në Shqipëri, dhe të pajisesh dhe me pasaportë. Mor mos ma qoha atje tani se filloi atje se nuk duhet ta qoj atje. Indian më qenë. Ai gati është tani tipo bësi Moza Ibrahimi, po i ngre topat në voleboll tani gati është ai. Elvi gjëndron që natë 7 Lutem mu afro te fusha e futbollit. Te futbollit fix. Në mënyrë të barabartë përballë ligjit. Si ti jesh Messi, si ti jesh tifoz i Argjentinë. Fix. Kjo të tregon çfarë do të thotë. Kjo trajton në mënyrë të barabartë. Barabartë të gjithë. Edhe ty, edhe ato. Shku në Amerikë duhet ta kesh vënë re. Kur shkojnë në Evropë për diskriminimin që thotë. Që na bëjnë alent 2 orë, 3 orë. Ky me pasaport tjetër kalon cep tjetër. Po tjetër, po. Kur veten Amerika i thotë, amerikanët tej, pastaj Gjerman, Skocez, Norvegjez, Suedez, bashkë me shqiptarët me i koloni, ka të gjithë një lloj. E kuptoj. Kjo është trajtimi barabartë. Okej, Mostafa Ziko, supozoj Egypti që shënoi 2 gola ndaj Argjentinës, por njëri u anallua për shkak të një faulli në zonën e tyre, komentoi humbjen përballë kampionëve në fuqi. Nuk kishte drejtësi në fush, kishte një padrejtësi mizore. Përpjekja e një vendi të tërë u hodh në plera. Që nga fillimi i ndeshjes, gjyqtari luajti kundër nesh. Rezultati i Kupës së Botës ishte i paracaktuar. Ne na mjafton zoti, thon egjiptianët, mendojnë që janë të vjedhur nga argjentinasit. Ndeshja pati probleme. Tani, qofse do hymë në detaja, futbolli është një sport i përplasjes. Më kupto? Tani, si po e manazhojnë, me varin, me gjëra të tjera, janë... Pra tani, ata thonë tani, lërë se Messi tani përgëdhelet, urime për kupën e botës, e mori prap, FIFA do Messin, e përgëdhelet bën xhan-xhan. Ato nuk janë përgëdheli se nuk e ka fajnë Messi ose Argentina. Po pra për golin e Egyptit, u bë skandale atje, gjithë do më thënë deklaratat janë frikshme. Doli trajneri i Egyptit në deklarat për shtyp, dolen gjithë me radhë, kjo është skandal. Egyptit, arbitrat i dhanë një asist të jashtëzakonshëm për ta interpretuar ndeshjen si të barabartë, me heqjen e golit 2 të Egyptit. I dhanë një shans Egyptit që Egypti ta justifikojë dështimin e vet. Nuk është se ndikoi ajo ndeshje. Egypti duhet kishte menaxhuar 10 minutat e fundit të ndeshjes, nuk ja ka fajin askush. Fix. Për rezultatin. Fix. Janë kampionët e botës zotëri. Parë nga pikpamja teknike, Argentina me rezultat 2-0 në disavantazh, një ekipi evropian,
doja kthej dhe rezultatin. Edhe 2-0 e se kisha menduar që do... As Argentina vetë, as e ka menua se As nisem edhe. Gazetarëve, unë për shikoja në kanal Argentinas ndeshja. Atyre ju ra zëri fare. Ndeshja ka marrë. Si komentojnë Argentina si janë? Gjithkohës. Janë të mirë në koment? Shumë të mirë. Janë të mirë, Ti gjuhën ujë, besoj, 30 vjeç. Kanë edhe ato pasaj pusin shpreje, gjëra kështu. Po, shprejet. Unë hapa që në 4-20 e hapa në... Se të pëlqejnë ato, të ke dhe që ka të nostalgji. Po futbol, ke lujtë në njëra ti për qef në Argentinë? Po kështu në për këto, Calceto, kështu. Po qa, portierri dhe atje? Herë portier, herë diljapa. Ishin të sala palestra, dhe më që shkonim njërë një avë që bënim kështu për... Kisha kol kushtën këtu, tha, Isa Ali Mersini, tha, një ndër portierët më të mirë në Shqipëri. Pse i thash unë? Për të ashtu më shumë, unë mbaj mend. Po nuk isha, atër isha i vogël, isha një gjendje që të e mbaj mend kualifikimin që ju arritët në 8 më të mirët e shpresave, që arritët, a isha kulmi, që vajtët me Italinë, eliminut Gjermaninë, një grup i jashtëzakonshëm me Demollaris, Bijani, ku diun gjithë me radhë, kushte me radhë, që ka qenë atëherë Josa. Më tha, Sokol Kushta, tha, Mimi kishe i magji, tha, dinte si të pozicionohe, tha. Tani si mësohet kjo, se ka dhe portierë që në ndjekit tani, që unë të rri, a i tha dinte ku shkon të topi, tha pozicionimin e kisha 10, tha. Si mësohet kjo, profesor? Ato nuk janë gjëra që mësohet. Ato janë gjëra të lindë. Portierë, tani s'ke qenë portierë ti zoti Alliu. Ka gjëra... Apo ke qenë në jerë? Ka gjëra që janë të lindura. Duhet me qenë për tjerë me kuptu kaq. Jo, po prandaj po them, dhe ata djeqi. Ka gjëra që janë të lindura. Ka gjëra pasaj me stërvitje. Unë kam patur fatin e mirë që unë jam rritur të shkolle me shtërisë. Më kupto? Edhe ne aty i bënim të gjitha llojet e sporteve. Më kupto? Plus kësaj, kam patur fatin e mirë që kam patur 2 portierë dhe 2 njerëz shumë të mirë, Lilu Arasin edhe Pandisaren, që na merrnin edhe na servisin edhe na bënin, më kupto? Plus pa polu pasaj për profesorët, kanë qenë vitet tjera, më kupto? Po do me thënë, baza kryesore e imja dhe shumë prej nesh që kemi dal nga ajo shkollë. Ti ke luajtur me Kushtën, se ai po prandaj po më Kushtën që në 82. Ka qenë Kushta më i shpejti në Shqipëri? Se ka pas diskutim, ka qenë lojtari më i shpejti në Shqipëri? Kushta? Koli ka qenë shumë i shpejt. Me kolin njifemi që... Jo, e kam lavin të sprindi. A i ka qenë më... Unë tani nuk më për Koli të linde numrin, i thoshim ne atere. Vesh numrin ke mujtë mja po. Numrin brapa. Të linde numrin, do me thënë, i shikoje numrin. Më kupta. E bukur kjo të linde numrin. Ka pas lojtarë të brezit të Mersinit, që ishin, më falë. Ska je. Ka pas lojtarë që ka pas forcën fizike. Ka pas lojtarë që kanë pas teknikë. Ka pas lojtarë që ka pas shpejtësi. Po lojtarët bashku me shpejtësin me forcën, si Sokoli, në atë periud nuk e kishte njëri. Në kampionat shqiptar. Nga të gjithë sulmusit të. Ishte Benminga i fort, najer për place, boj, pozicionu, sulmus shumë i mirë. Jo, Koli ishte tjetër gjo. Koli kishte shpërtimin i kishte, dinamikën e kishte. Si mu që më pëlqete shumë. Qimi është tjetër natyrë lojtari. Ishte violin, ishte kështu, bënde ata. Nuk është në atë pozicion. Ishte shumë europian, Sulde Mollari. Nuk është në atë pozicion. Karakteristikat tjera. Mehmet, ju atëre, shikonin ta lojtarët në Shqipëri? Kushtën? Shikonin? Vjen keq kom qenë shumë i ri. Isha shumë tifos kër e rafin Partizanin e Beogradit. Ku ishe ti atëre? Isha në Kosovë. Qa u bë kur rafin Partizanin e Beogradit? E tjekëm Kosovën komplet, veç gjithë rrugë bëshin kushta. Edhe pastaj u mra rasti, u kreva në Shqipëri dhe takoj Kushtën. Ua, ta Sokoli, e përqafovash. Jetën më të lumë të rëkëm pas atër kër i ke mujtë Partizanin e Beogradit. Pa le, dha, kër e këm mujtë, kër këm lutha me Barcelona, dha, e ka qenë për mu. Ik ma të s'po të kupë. Sa më interesoj ke Barcelona. Por e kam vetëm një përshëndetje për grupin. Për nga e kemi? Nga vajza ime Amina. Se Amina thot të lutna thujë që unë e du Mesin shumë. Po. Edhe tjeni dhe ju për Argentinën. Tjemi ne me Argentinën? Po, thot Amina, po.
Por ne jemi për Novamatin njerë. E iqem nga çdo fjalë që thash për Argjentinë. Amina i përshëndet Amina, shumë. qa bën Amina? Me qa, ku është tani? Amina tash në një kamp veror, po... Shkon shkollë, studion? Jo, tash po merr një kamp veror që në këtë periudhën që jemi në punë ne dy prindrit, ajo e kemi regjistru të një Super fare. kurs, piano, pe kalon shumë mirë atë. Piano. Me dëshirë shkon, edhe me 17 korreke ka një koncert që do ta... Po, Qa, i bje vetë? po, Po do ma sjellësh një ditë në studio ti mua, se ne bëjmë të kështu. Po sigurisht. do të ishte shumë Do ma sjellësh një ditë në studio që të krijojmë çik atmosferë. Ne një ditë këtu erdhën erdhën një këngëtar dhe një akrobat, ishte shumë bukur dhe më bukur çunat e regjisë, se janë fantastik fare. E pana të gozën që ishte fantastike duke kënduar, kemi dhe i përshëndetje tjetër, duhem dhe i tjetër. E filloi u bësi recital nga emision sporti, por megjithatë gjithmonë sport e arti janë bashkë. Para 4 vjetë Dhe të vi këtu të performoj këtu. atë stilin e mesit që bëke Pse sporti ka lidhje Alesja, pse sporti ka lidhje me artin? Maradona. a që vërpora? Maradona e ka për në 2010-ën. Ka? Ato që ushtri në shi. Jo, Messi e kishte këto që shkike në gjujnë, gjujë ushtri ke kështu, bëjke zdi, vajza, me 6 vjetë që kur ka qenë 16 është, Qartë. edhe bëjke non stop për fitoj Argentina. Alesja, sporti dhe arti lidhet, bota e spektaklit. Si e shikon këtë bashkim që ka? Për mu, mund të ketë dy këmbështrime. I pari mund të jetë i lidhur me idenë që shumë sporte, me lëvizje, me edhe prezencën e muzikët, mund të bëjnë një shprehje e vetes, edhe shumë njerëz për shembull bëjnë sport sepse i ndihmojnë edhe jo vetëm fizikisht, po edhe për shëndetin mendor dhe të gjitha, edhe mund të jetë një formë shprehje e lidhur edhe me artin, kurse vizioni dy që ka mund të jetë, siç e thatë edhe ju, me atë botën mbrapa që bëhet në moment të dytë me lidhje me sportin, siç e shohim duke folur për futbollin, kur një personazh bëhet i njohur ose Kombëtare për shembull ti e shikon kombëtaren shqiptare? Kur lu kombëtarja? Ka raste që E shikon, kur ikën europian. Një në i lojtar nga të kombëtares, nga këta çunat? Me emra kështu? Apo si ashtu? I kam me fytyra po. Me fytyra po? Me fytyra po me emra... Aslani për shembull luan në Itali, Aslanit e Interi që ka luajtur, Aslani, Broja... Pastaj ishin dy vëllezër, njëri në Zvicër, më duket. Ti ke diellë. I kam parë kështu pak. Angelina, kush e fiton këtë kupë bote tani? Si po shkojnë punë, Gjermania iku. Cristiano po mediton tani. Është në shtëpi, Holanda po ashtu. Për mua, ky ka qenë botrori i, ndonë se tani janë në shtëpi, ky ka qenë botrori i kepët e gjelbër. Kepët e gjelbër. Po. Do të thënë... Dhe Norvegjia që për mua është surpriza e këtij botrori, edhe pse unë nuk e di si do shkojnë ndeshjet më pas, por që me ndeshjen me Brazilin dhe me qa i dha këtij europiani, e ka qenë mendimin tim është surpriza e këtij Norvegjia, e këtij botrori. Por, unë jam tifoz e Spanjës. E kuptoj. Kam pasur dhe Brazilin të preferuar, por që Brazilit është... E kuptoj. Kështë unë jam tifozi Novamat, prandaj duhet të lexoj në gjik. Novamat Experience, inovacion dhe siguri për çdo projekt. 41 vite eksperiencë në tregun europian. Novamat ofron produkte ekskluzive me çmime të pakonkurrueshme dhe teknologji të fundit. Sistemet ultramoderne të filtrimit të ujit, pompat avancuara për hotele, pallate dhe objekte sportive, të dizajnuara për efikasitet dhe qëndrueshmëri maksimale, zgjidhje qëndrueshme dhe efikase në impiante fotovoltaike me performancë të lartë në treg. Kompletojmë gjithashtu impiante elektrike, elektronike, hidraulike për hidrocentrale, termocentrale, nën stacione elektrike, fabrikat ndryshme pishina e tjerë, duke siguruar cilësi dhe siguri në çdo hap. Novamat, teknologji dhe besueshmëri gjithmonë pranë jush. Çfarë bëhet e Novamati tani? Si është atmosfera e Kupës Botës? Shumë mirë.
Tash kena fillu zjarë, që po flasim. Diskutimet. Se këto grupit që ishin me të thonë drejtën e sisha tani ka fillu kupa, bukur. Tash ka fillu, tash po dalim edhe jashtë, po shikojmë ndeshjet jashtë. Ndark. Po ndark. Po duhet më sjellësh tani një antar të kush është nga ty krye tifozë, aty do ma sjellësh tu në program të Novamatit. Po, duhet me pruve nusën teme edhe duhet vimi çik. Ja shikojmë, po tani kur kam pushim aty, kur mblidheni në kafe diskutohet si. Jo, edhe gjatë punës, na jemi gjithë, punojmë shumë, por edhe jemi allegri. Janë ambientet ku janë atje. Edhe jemi allegri, jo tash kemi atje jemi po se po, por jemi edhe këtu të ambasador Erdhe në pjesa tjetër. Po, kemi bërë zyre të reja për administratën këtu, po. Po? Edhe po diskutojmë shpesh për futbolin. E ke dhe stadiumi afër aty, e ke gati. Po, tash... Sport dhe Novamat, gjithmonë. Gjitha bashkë. Si gjithmonë, me sportin, me futbolin. Super fare. Mirë, do bëjmë një ndeshje në gazetar sportiv me Novamat. Po. Po fitojnë ata më të rritë. Si? Po fitojnë asë... Që fitojnë? Po se kanë më organizim më të mirë, gjërsa është... Që dhjetë ndeshjes? Gazetarët lujnë mirë me lafe, me kam lujnë sportistë. Po Ilirin dhe ta marrë të une. Që Bleri Ilirin? Ilirin direkt. Jo, nuk ka fillu të Novamat. S'ka lidhe, Iliri është në shpirt, Iliri është... Mirë atër kam yje tjerën, kam Ali Mersinin, kam Zhupën, kam... Mere Zhupën... Oke, hikim se tani nuk komplikua situata, bëjmë i break, tjetësojmë i pak. Oke, jemi rikëtyrë, naturisht vazhdo ndeshja midis Zvicrës dhe Kolumbisë. Rezultati është 0-0, një tjetër ndeshje e fort, shikojmë se si do shkojnë. Gjaka është gjithë një njeriu i cili mban elementi shqiptar në loj, dhe pse nuk jemi as Shqipëria as Kosova, por kemi gjithë her pas here gjithë një element me origjinë shqiptarët cilët ne përpiqemi, bëjmë tifozlik, të bëjnë diçka pozitive, dhe indirekt kemi një lloj ngushullimi. Megjithatë, ne do të flasim tashmë edhe për një kronikë, është momenti që regjia të na paraqes një material të përgatitur për Mega Botror. Një tifoz Kilian po merr vëmendjen e Kupës së Botës për shkak të çmendurisë së tij. Ariel Oses, kundër vullnetit të gruas dhe të gjithë familjes, ka vendosur të bëjë realitet një ëndër të fëmirisë, të vesh makinën e tij me afishet e lojtarëve që luajnë në Kupën e Botës, si të ishte një album fëmirie. Nace de un Ariel Doja të bëja këtë në Kupën e Botës së kaluar, por më parë nuk kisha makinë apo afishe, kështu që më duhej ta shtyja. Por tani pata mundësinë. I tregova gruas sime për këtë dhe ajo tha, jo, sepse kisha bler makinën 2 javë më parë. Kështu që e bleva dhe javën tjetër i ngjita afishet. Pra është çmenduri. Miqtë e mi, familja ime të gjithë thonë çfarë bëre, por më duhej ta përmbushja ëndrrën time të fëmijërisë. Ese sueño que tenía de niño. 33 vjeçari e përmbushi misionin e tij pak ditë më parë, kur e gjith makina e tij Mazda 3 u mbulua me afishet e lojtarëve. I vetëm nuk mundej ndaj Oses, u ka lejuar dhe tifozëve të tjerë të jenë pjesë e ëndrrës së tij. La idea es que este auto no lo haya llenado solo yo. Ideja është të mos jemi vetmi që po e mbush makinën. Ky është qëllimi im, që të gjithë njerëzit të mund të ndihmojnë në mbushjen e saj. Erdha me 373 ngjitëse të mia dhe mbusha një pjesë të kapakut të motorit, por nuk munda ta mbushja 100%, kështu që mendova të shkoja në turne. Sot tifozi Kilian ka realizuar një ëndër dhe ndihet krenar për të gjithë rrugëtimin e tij në këtë Kupë Bote. Yo sé que este es el único auto en Latinoamérica. E di që ky është i vetmi automjet në Amerikën Latine, sepse një javë pasi e nisa, njerëzit më dërguan informacion në lidhje me një djalë në Turqi, i cili gjithashtu kishte të njëjtën ide, por e bëri me një makinë më të vogël. Në fakt, njerëz nga Meksika, Argjentina dhe Brazili më kanë kërkuar të shkoj. Është çmenduri. E vërteta është se nuk mund ta imagjinoja që një makinë mbuluar me afishe mund të kishte një ndikim të tillë. Mendoj se është për shkak se është Kupa e Botës e fundit e Messit dhe Cristiano Ronaldos. El boom con los álbumes, con las láminas y con este mundial. Impresionuese gjithë detajet që na vinë, gjithë planetin ka fest, ka gjëra ekskluzive, por natyrisht ne vazhdojmë. Ndeshja është 0-0 Zvicra me ekipin e Kolumbisë. Ne qëndrojmë këtu dhe diskutojmë për futbollin sepse zhvillimet kanë qenë
të shumta, shikojmë pak edhe lajme që vinë nga kampionati botëror, të cilat kanë ndodhur, reagimet kanë qenë të shumta, lajmet dhe ngjarjet në çdo moment vinë në këtë kampionat, ritmi është i çmendur, por Alliu ajo që bën më shumë përshtypje në këtë moment është që shumë emra të mëdhenj po largohen nga skena. Edhe Argentina ishte gati që t'i ndodhte tarmet në këtë botëror. Shikojmë që janë larguar skuadra ku mendoj Holanda do ishte pretendente, Gjermania gjithnjë ka traditën. Flasim për Brazilin e Carlo Ancelotit. Tani ku do të ngjitet kampionati botëror? Kampionati botëror nuk janë larguar gjitha ekipet pretendente. Jo, absolutisht jo, por shumë. Sigurisht që do kishte një lloj çedimi, po unë e shikoj këtë domethënë në rritjen e fazave, Altin, sa më shumë shkojmë drejt finales, aq më shumë ekipe të ashtuquajtura të mëdhaja do largohen, se është vetë formula e kampionatit e atill, mos një moment tjetër do shkosh. Të flasim për ekipet që ikën shumë shpejt. Ekipe si Gjermania, ekipe që si Brazili që ka ikur shpejt për shkak të asaj që pritej për Brazilit. Po në fakt Brazili meritoi tikte. Portugalia e meritoi tikte? Portugalia pati fatin e keq është përplas me ekipin më të mirë të 20 vjetëve të fundit. Spanja. As i gol të pësuar. Është ekipi për të mundur nga të gjitha kompetitë. Kupën e botës, edhe tani. Po sigurisht. Nuk është Franca. Nuk është Franca. Për mua, për Spanja, se është më skuadër. Spanja fiton gjithmonë. Po, Franca ka lojtarë yje, Mbappé. Yje i patë edhe Portugalia. Topi fiks. Topi art. Po ti kapësh nga elementët individual. Unë mendoj që po ti kapësh nga elementët individual. Portugalia ishte në fush. Dje në fush, në ndeshje në fush, kishte më shumë yje Portugalia. Tani, futu të ti në diskutim kështu, se ti nuk je vetëm kështu, se si filme, si aktore është, do më të... Faleminderit, jo, po jep dakord, po i them që gocës tani se u mërzit fare tani. Po ti do e vazhdosh... Ka jo. Do e vazhdosh, po dhe tani nga Italia. Po shumë mirë, jepja fjallën asaj. Po ju do e jap, po nuk futet fare në diskutime, kanë qikë të vështirë. Me gjithë respektin, jepi fjallën, nuk e ndërprejs. Jo, po ja. Po ti shuash për ndërprejre, sa herë ke bërë ti tackling në panele? Me ty. Jo me të ftu. Okej. Jetë shikoj, do shikojmë deri në fund. Kështu që jepja fjallën. Jo, dakord. Po ke dhe mimin që e ke, Mersinin e ke kështu. Kujdush, më nuk kam problemon. Më thjesht gjatë sekondave të një fare analize që përpishin. Jo, pa analizën e ke perfekt fare ti, por shikoj që bëhet me bukra. Ronaldo, fenomeni, nuk e ka përtypur do të letë disfatën e Brazilit në Kupën e Botës, dhe ka pas ai pretendimet e veta. Ky eliminim nis nga vendimet e Maran Stol. Carlo Ancelotti është një nga trajnerët më të mëdhenj në histori, por së fundmi gaboi në disa gjëra. Carlo Ancelotti ende nuk e kuptoj pse João Pedro nuk është futur fare. A i pati sezon të jashtëzakonshëm dhe Brazili kishte nevojë për një sulmues ndryshe. Pastaj shikon Endrick. Sa herë që futej në lojë sillte energji, megjithatë e kaloi në pjesën më të madhe të botërorit stol. Nuk e kuptoj pse Vinicius duhet marrë përgjegjësitë e tij. Nuk u dukas pak ai lojtari që dominon klubin e tij, siç ishte te Real Madridi. Thot ndër tjera, Ronaldo fenomeni. Nga ty e dua këtë analizë. Gaboi Ancelotti apo Brazili nuk ishte gati? Janë të dyja bashkë. Brazili me elementet që ka nuk meriton të shkonte më larg. Brazili skuadër që ne pretendojmë ta montonte si skuadër, të funksiononte si një e gjitha, që pretendojmë nga Ancelotti nuk e arriti. Brazili vuajti një problem, Altin. Po? Brazili nuk tjetërson dot tremes fushore të qendrës që ka. I ka të 3 pikat dopta. E kemi thonë që ndeshjen e parë, që me atë mes fush nuk ka as perspektivë të rregulloj lojën, dhe fakti tregoi që ti u ndëshkove se nuk montohesh dot pa 3 lojtarët e qendrës. Janë të 3 me karakteristikat njëjta, të 3 me karakteristikat mbrojtëse dhe të 3 lojtarë të ngadaltë.
E kuptoj. Jashtë momentit, jashtë futbollit sotëm, jashtë modernitetit. Okej, Mehmet, mundon mbarove. Gimaraj është lojtar i ngasht. Më thuj, kush lunë të Manchester United, Casemiro, lojtar karamboli, bën vetëm... Edhe i bie shumë mirë, Bruno Fernandes. Edhe Casemiro i bie shumë mirë penaltis, pse se laj penaltis. Nuk ja humbi penaltia, Botror. Po si se humbi penaltia? Po nuk e humbi. Po ta bësh gol penaltin ti si nga Enzore këtë nuk e humbi. Penalti humbi në kupën e Një botës. analizë ndeshje, Ancelotti e ka bërë. Ore le, po fut golin ndryshon historia. Sigurisht se bori, po nuk varet futbollistit se se bori, bëj gol tjetër. Ore vendimtare është në këtë ndeshje, si nuk është vendimtare. Shkoj topi në rrjet ti dhe ke dhe gjyqësore loj. Çfarë kontradikte ka ndeshja e Brazilit? Brazili prodhoi 4 rastet pastra goli. Fiks po. Trajneri i Brazilit me 4 raste të pastra goli, me 2 luftime tek për tek, është i justifikuar se e çoi ekipin 4 herë para portës, shumë qartë. Okej. Dhe Por ama, teknikisht ai e zgjidhi ndeshjen e vet. Çfarë prishi ndeshjen? Ndeshjen e Brazilit se prishi asgjë tjetër përveç që golit që e mori në moment pa përshtatshëm. Okej, Mehmet, është bukur ndat njëjtin mendim për Brazilin që mos bëjt njëjtën pyetje. po, mos të bëm vetëm pak një shtesë, duke qenë se jam trajner edhe unë vetë Po sigurisht. profesional. Unë nuk do ta bëja gafën që e bëri Ancelotti, që i ndroi atë zavendësimet që i bëri në ato momente që nuk u dofke t'i bënte. Nuk donte t'i bënte ato se nuk kishte rezultat. Ekipin, shiko, se po diskutojmë se si është Brazili sot. Si? Qa thuj? Po, 70 vjeç. Për 70-ën? Po, ai për mu e din se çfarë ekipe e ka, e din kon e ka aftu, kon e ka sjell, një emër i madh si Ancelotti që është, një kombëtar e Brazili që ka lojën e vet dhe ai arriti në atë pikë që nuk ishte duke humbë ndeshin. Çka deshti të bënte? Çka ti duke bënte? Ruje qetësin, ti e din ekipin, çfarë ekipi e ke, çfarë ekuilibri ka dhe të shikosh minutat edhe në fund të bësh 1-2 lëvizje. Ja fusimi qik në shoqërinë tonë dhe Elvin Beqirin, lojtar në kombëtare shqiptare nga Kanada. Elvin, Elvir, përshëndetje Beqiri, një ndërhyrje që na vjen nga një vend organizator, por që u eliminua. Kanadaja, Meksika u eliminua dhe SBA-ja. Po, është i vje me të ardhë keq, por gjithsesi mendoj të tri ekipet mendoj që kanë bëha mirë në këtë kampionat. Mendoj që kanë shfaqur një futboll mirë, sidomos Meksika, me ka pëlqyer shumë. Po. Ndoshta është në ekipet që ka ma shumë histori se sa Amerika. Ishe super ndeshja jo, Elvin, ishe midis Meksikës dhe... Me të ardhë keq për Meksikën që u eliminu. Pa tani keq, luti mirë Anglia tani, e peti qa bën çunat e Anglisë me 10 lojtarë, se unë jam qik me Anglinë tani, më bje keq. Pikërisht, këtu në këtë kompeticion sigurisht eksperienca ka të bëjë shumë. Lojtarë cilësor po ashtu. Dhe këtu u balli diferenca mes dy ekipeve. E kuptoj. Po anglezët ka një shans njerë se me që ti je mjeshtër i di këto gjërët e futbollit më mirë se mua, si ekip. Ka një shans të marrin kupën e botës njerë? Unë kam bërë një parashikim që një finale mund kemi Angli-Francë. Angli-Francë, Po Messi, do më thënë, i paketo ka robat më shpejt? Unë kështu mendoj, në skuadrat europiane me duken më të forta, sidomos nga ana psikologjike. Dhe mendoj që për momentin Anglia dhe Franca mund të jenë ato dy ekipet që
mund shkojmë finale për momentin. E kuptoj. Kanadaja mori maksimumin, ju jetoni në Kanada. Si është përshkruar performanca e këtij ekipi? Në gjë këtu sigurisht kanë qenë të zhgënjur për eliminimin, por nga ana tjetër edhe krenar, sepse mendoj që ka bërë një futboll mjaft bukur, shumë fizik, me intensitet shumë të lartë. Qartë. Që tregon që kjo kombëtare ka rritje. Në krahasim edhe me kampionatin botror para 4 vjeç në Katar. Okej. Po në Kanada... Sporti futbollit, këtu është sporti i tretë ose i katërt. Pra nuk është sporti i parë, siç e kemi ne në Europë. Elvin, edhe në Kanada masat e sigurisë kanë qenë njëjta si Shtetet Bashkuara të Amerikës, njëjtin standard? Sigurisht, ka qenë një organizim mjaft i mirë, sigurisht siguria ka qenë në nivelin më të lartë. Por sigurisht që mund të ishte bërë diçka më mirë, sidomos në aspektin e stadiumit, mund të ishin organizu pak më mirë, ndoshta kishin investu. Akoma më shumë në tek stadiumi, sepse ka qenë stadiumi më i vogël në këtë kampionat botror. Por shpresojmë që ndoshta vitet më ardhshme mund të ndërtohet një stadium i denjë për këto lloj kompeticionesh. Shiko, sot si e pe Mesin ti? Po të flas me ti, Mesin deri nga minuta, deri po thona, deri kur doli ai Hasan i Egjiptit dhe ishte në hije. O qa lojtari e Hasan, e peti ajo? Pu. Dali ati i dha zemër Argentines, me maj, dhe këtu gaboj Egjipti që i la shumë të rëndë dhe hoqi ndoshta ata lojtarë që e moren për dore ekipin dhe në momente. Pavarësisht edhe ndoshta edhe pa dëshirën e tij, sepse gjendja fizike, ato dëmtimet që pati në fund ishte detyruar, por mendoj që këto shfrytëzoi Argentina këtë moment për të reagu. Elvin, Zvicra po luan me Kolumbinë 0-0. Cili është parashikimi juaj për këtë ndeshje? Me ka pëlqyer gjithmonë që nga ndeshja parë Kolumbia dhe mendoj që Kolumbia do jetë një kockë fort sot për Zvicrën. Ajo që mund të them nëse Zvicra do arrit ta mbajë deri në shtesë ose tek penaltit, besoj se do triumfojë Zvicra. Me eksperiencën që ka. Mund shkojë edhe te penaltit, Mendoj që po. Janë më të mirë mbrojtësit apo sulmuesit të kampionat? Ti ke luajtur mbrojtës? Mbrojtja është duke qenë shumë organizuar. Po golat nga vinë kur është organizuar, se ka pas gola ky kampionat. Tash goli mund shënohet në gjithë farë mënyrash, por mendoj që ka qenë po thuj se gjitha ekipet kanë qenë të organizuar në aspektin mbrojtës. Të bëj një pyetje, se e di që edhe kohën e ke kështu me pikatore, po Vllaznia luan Kupën e Europës, ke kontakt? Çfarë ndodh? Mund të kemi një sezon pozitiv për Vllaznin apo ka probleme? Që është e vërteta, nuk kam pas shumë kontakte për periudhën e fundit. Por me ata pak informacione që kam, janë marrë disa lojtarë të ri, është konfiguru pothuajse komplet ekipi, kanë me disa lojtarë nga sezoni i kaluar. Unë mendoj që nuk është e mirë për të ndryshuar shumë në emra. Duhet majtur grupi, e kuptoj. Edhe i pyetjet fundit kam. Sepse asnjëherë nuk i dihet organizimi i tri, mund sjellin çështje tjetër,
për mirë kam fjallën. Okej. Që shpresojmë. Okej, kam një pyetje për sa i përket golashënuesve. Kë shikon golashënuesin më të mirë? Messi, i cili shënoi dhe ditën e sotme, po janë dhe Haaland, janë Mbappé, Harry Kane. Messi është Messi, është i paparashikueshëm, pavarësisht se sa ishte pothuajse gjatë gjithë ndeshjes në hije, ai diti të reagonte, pavarësisht se unonte në një anë psikologjike shumë të rëndë mas humbjes penaltis. Por aty dojen edhe Haaland, aty dojen Mbappé, që të cilët po japin ata cilësitë e tyre vrastare në shënimin e golit. Harry në anglisht i bie gzim, ta ketë emrin shqip. Jo, për gzim i bie. Gzim i bie, Harry besoj dhe ta ketë emrin gzim, diçka e tillë i bie. Po ta përkthesh. Okej. Mirë Behirit, falenderoj pa mas që ishe, edhe gjithë një ke qenë pjesë e programeve tona, natyrisht. Duesh gjithë një për dhënë mendimin tënë të vlefshëm dhe të vyrë përse i përket edhe Kupës Botës, por sigurisht gjithmonë të ekipi ynë kombëtar dhe tek futbolli ynë kombëtar dhe konkretisht tek vllaznia. Faleminderit shumë që ishe me na. Faleminderit Suçi, nasi. Okej. Alliu. Thuaja. Kë shikon lojtari më të mirë? Do ta mbajnë gjunjët Mesin deri në fund apo janë çunat e ri që ky që ha Mëlçi Lope, se Mëlçit e Lopës janë më të mira, më thanë, se Mëlçit e Viçit. Nuk e di, unë i kam ngrënë të dyja. Ka më shumë hekur. Jo, kanë më shumë... Nuk është se për... Ja një sekund, vetëm një sekund, se do të jap direkt. Sukur ne, futbolistët kemi qenë të rinë, kur kemi lume 2 vjetë më të mëdhenj, mushkrit tona kanë qenë, kur kemi qenë të vegjël, s'ke shumë, sa rrët shumë e kalu... Por e Mëlçi e Lopës ka më shumë hekur se Mëlçi e kësaj quhet e Viçit. Edhe ky Alan, tani ky ha ka vetëm Mëlçi Lope. Po, kjo është... Edhe është hekur, do më të nuk mahet. Çdo gjë që ai fut në gojë, është bio, nuk është merakli babar. Mamane ka pas atlete, babajin futbollist. Edhe është i fiksuar çau ushqimi ha. Vetëm Mëlçi Lope. Ka maman mjeke ose mësuese dhe baban futbollist e kanë pas një 200-300 futbollistë edhe në Shqipëri, po nuk u bën si Alandi. Jo, kështu që durat që jep natyra një individi, mos e kontro. Po jo më shikoj, para çelik finales kundër Anglisë, Norvegjia po rritet angthi në lidhje me gjendjen e përgjithshme fizike të grupit. Trajneri i Norvegjisë ngriti alarmin duke thënë se udhëtimi, po jo tani të themi dhe lajme se duan dhe njerëzit tani të bëjmë. Një sekond vetëm. Trajneri i Norvegjisë ngriti alarmin duke thënë se udhëtimi i vazhdueshëm dhe i lodhshëm ajror nga kampi bazë i Karolinës Veriut i kishte shteruar energjit delegacionit, duke shkaktuar luhatit vazhdueshme të temperaturës së shkaktuar nga ajri kondicionuar. Këtu shkojmë tek ajo që thashun në fillim, që është ana negative të ndarjes dhe të organizimit të tani për një ndeshje tjetër duhet të udhëtosh mijëra kilometra dhe kjo është lodhje për futbollistët. Po kush po pyet më atje do shkoj sa atje bëhet reklama, tash i kemi hyrë në botën e marketingit. Jo, kjo tash ata mas edhe s'lozin fare, bëjnë edhe koncerte. Kjo është e vërtetë që lojtarët lodhen. Sigurisht, e vërtetë. Shkojmë çik në Argjentinë, me që kemi 30 vjet zotrin atje. Çfarë në Argjentinë se çdo ditë? Çdo ditë. Si e kanë jetën, çfarë hanë, si ushqen? Jo, në Argjentinë përdoren shumë, domethënë këto makaronat përdoren, bëjnë sa kështu si punë byrekët që i themi ne, po të mbështjella, të mbushura. Kanë ushqim mirë, ushqen mirë? Kanë shumë ushqim të mirë. Kanë. Edhe mishin që nuk e ndajnë. Mishin e kanë. Po prandaj dhe vrapojnë ata të kombëtarët ashtu. Mishin nuk ndajnë. Jo, mishi është me vërtet edhe, do me thënë, kur ka para i vite 20 vjetre, shkoj kile specave të kuq $8, mishi ishte $6 në Argentinë. $8? Po pse është bërë jetë e shtrenjtë atje, çka? Urdo? Që është jetë e shtrenjtë në Argentinë tani? Tani gjithë bota u shtrenjësua, mbas Covidit e mbas... Është e sigurt kjo jeta në Buenos Aires, ka probleme, është e sigurt si? Probleme ka. Ka? Probleme ka.
ka zona që ka probleme, më kupto? Po e përgjithshme, jeta është normale, pastaj gjitha ndendojnë. Qa popullsi ka vërtetë Argentinë? 25 milion. Sa ka futbollist? Sa luajnë atje? Sa duhet luajnë atje? Po ka shumë kategorira, Me teknikë janë brazilianët, më duket, apo ja, me teknikë janë brazilianët. Argentina ka shumë vite që i është futur më tepër futbollit fizik, edhe ka humbur shumë jo në teknikë, po në pasim. Ka humbur shumë në pasim. Do të shikosh kampionatin e Argentinës, unë e shoh vjet një. Shikosh kampionatin e Argentinës, do të thënë, po të bëhen 3 pasime, siguruarit, nga që e kanë futur shumë fizikun brenda. E kanë ndryshuar ka një 4 vjet. Po ka i probleme këtë me pasimi, se kam vërë edhe kampionatit shqiptar, edhe gjithë e thot dhe Guardiola. E shikoj edhe sot se lozi Elbasani sot me Baten, doli 1-1 për kup. Ne nuk afrohemi me njëri tjetër, zotëri. Unë duhet tjerë me top. Ide që mjestër, të lutem, falemderit. Unë me Alliun jam këtu. Këtu nuk e gaboj pasën, se jemi 3 metra. Edhe Alliu me jep mua. Like, ide një të lutem. Ja, këtu nuk ashtu. Në qovë se unë e jap 30 metra pasimin, 30 metra, aty do gabosh. Mbrojtësi e ka më të lehtë. Atëherë, pse Guardiola bën këtë futbollin këtu dhe lëviz këtu me pasa 3-4 metra. Këtë lloj futbolli. Ne duam ta japim që këtu në hend. Aty mbrojtësi ndërhyn, humb, harxhon energji dhe gjitha me radhë. Megjithatë, ecim dhe jemi tek kampionati. Ka ne shans Zvicra, zoti Alliu? Për çfarë? Për të kualifikuar sot me Ekuadorin. Ndeshja 0-0 është, gjitha shanset janë të avëllë. Në rregull, po Ekuadori ka treguar. Ai ka cilësit, patjetër që i ka cilësit. Kolumbia. Të dyja i kanë cilësit me e kalu turin. Është ndeshje po thuja barabartë, dhe si në nivel, si në cilësi loja. Është me detaje do ndahet kjo ndeshje. Me merë. Atë po diskutojmë në pushim ndeshje, se s'ka më shumë se i gol. Qa mendimi ke për Zvicrën, se kemi dhe Gjakën tonë aty? Unë ja uroj Zvicrës që Zvicrët kaloj, të bëhet ekipi 6 i Evropës në çerek finale, se 5 kanë kalu. Dominojnë Evropa në çerek finale, edhe ja uroj edhe Zvicrës që shkojnë 6 ekipe, pastaj të shikojmë që 6 kombëtare të Evropës në një çerek finale, nuk e di kur e kena pas. Është vështirë. Është vështirë, do mënë kësaj radhe 6, do mënë të regon që sa Evropa është duke investu në futbol dhe ku ka rritin. E ba, shikoj. Zvicra, për mua, i ka kvalitetet të kaloj. Po s'ka Shaqirin, si sisteme... Shaqiri ka qenë ai që ka bë, por jo në velitar tjerë, unë mendoj që Zvicra me qetësi të këtë durim do ta kaloj. Duket sikur po shkon në shtesë kjo, çfarë po kuptoj unë. Jo, s'dihet, se edhe Argentina me Egjiptin. Po i këtë po e këtë trenin mbrëmshtë do rritë. Shkoj... Duket dilli që në Sabah ka ishte. Edhe mbrëm Portugalia, Spanja, u bëm gati gjithë që ta shikojmë edhe shtesën, shkum pak mërëm e ka i birë tjetër. Por si dëm birë në kur e moni gorda qëmë, po. Angelina, me sportin ke lidhja kështu? Po, luan në i volejbol, në i basketbol. Po kështu në i futbol, në i dje. Kështu e mba ndot kështu për shumë kështu? Se bëjmë si tip lojra që nësikë ne kështu. Jo, tani, në qofë se ke qefe, ke parasysh ajo. Do të edhe misim fakta mbate e mban 4 herë kështu? Nuk e di. Ta provoj mirë, e mban do t'i mis stopping kështu? Po, e mban. E bukur da jetë. Jam i sigur. Ajde jirë të shikaj. E shikpucët. A, të shpare, jo, me këpuc është sfida. Me këpuc? Me taka është sfida. Me taka është sfida, s'ka edhe 3-4 herë, bol. Ja provoj herë. Që me aty më kështu. Me taka të në ta bëjë. 3 herë se mbaj do t'unë. Mund migi. E do e provosh njerë. Me taka. Ajde provoj mirë. Ja këte, ka kamera këto. Do të më marrë në të këte maj unë, dakord. 1 minutë, dalon këte e dhe Rebika. Kështu. Tani, unë... Ja, kështu. Pip. Po.
Do ta provoj, po nuk e di çfarë do ndodhi. Se vetëm në një kështu. Mariu, po i ke ti andaj duhet vi dhe unë. Unë tani kam një hall të madh që duhet bëj këto, ti po ankohesh për të më mbajtur. Jo, dakor, nuk ankohem, po dua që të jemi lidhje se regjia ecim. Ta provojmë. Provojmë, hajde. Vetëm një herë, se maksimum. E mas si dush. Okej. Jo, vetëm. Jo, një sekond, mbaj këtu. E ta provojmë një herë. Jo, nuk e kemi vetëm me një. Bravo, çfarë shenjë ke? Edhe provojmë një herë. Hajde, dal nga dal. A ta mbojnë edhe? Faleminderit. Po. Ta provoj prapë. Po. Okej. Jo, mirë ishe, edhe një do t'a jap dhe i shansë, Era parë bëra 1, era 2, tani është e 3. Vetëm mos i jep shumë topit fort që të rri afër teje topi. Ke parasysh në këtë, Më treni. Tani... Sa gjëra bën gë. E shikon? Bravo! Super! Qik topi, dhe bërë dhe ja për që svitim dhe bërë. Kjo ishte taka. Ama provoj, provoj. Nuk e shashtu. Ma i mënd kur ishte më duket mimi këshu, kur ishte portiere kap të topin këshu. E se vërtet kjo ja? E bëjshin shumë portiera ato. Si? Unë e kur se këmë kuptu pse e bëjshin. Portierët? Po. Që bënin këse këshu? Që bënin këshu? Do një të regoni këshu, si klas. Po, që do më të mbejt i s'ka të veçanë. Finte. Po bëjshin... S'ka pas finta tjera portiera, se sa ditë me lumën modë. Mimi, po ti ke qenë nga ato portierët që kur të vite topi këshu bëje një hedhje sa për të dukur, ke pas i sti? Unë kër e shifja që nuk e kadhi, as nuk i dhe shava. Jo, se kishin ca portierët për stadium, ke parasysh ajo, vite topi këtu edhe pap bëni një plazhon, kështu që qa kapi. Të gjithë e bën. E portierët, Do portier. E kanë stilat e lira. Nuk e kam pat, jo nuk e kam pat me vërtet. E të vjetë topit drejt, bë 2 hapa anash për të hedhë për të bërë. Jashta janë, për të marrë dorë trokitje në stadium. Dorë trokitje fiton vetë besim. Aha. Super farë, por Ronaldo që ka mërzit. Në periudhën kur flet ti, atjerë bëjë fjalë vetëm për një fotografi, nuk bëjë fjalë për një që tjetër. Ja. Jo se kam Vetëm për poza. Fotografi, kaq. Ka që kishë. Kapte i fotografi bukur, do diljem gazetë. Bez gazetat. Po në i këshu, ke taku në një lojtar atje në Argentin, të ka rastis? Në Argentin, jam takuar me Militon. Shatu, me Milito? Po unë jam tifoz i Racing atje. Edhe Milito është presidenti i Racing. Racing këtu. Si? Racing Club. Bardh dhe blu. Po? Edhe me Militon jam takuar. Aha. Kurse këtu pasaj jam takuar me Zavaletën që... Edhe me Zavaletën? Po i the Militos që kam qenë portier i komtarët. Kam qenë aty në klub. Kam qenë më lidhi njëri, do me thënë, thjesht doja të shkoja, për që kisha shkuar dhe erë tjera, më kupto? Po, kjo ishte, kur ishte, para i vite e gjysëm 2 vjetëve, do me thënë, në 24 ka qenë, në 24. Po, kishin respekt për futbolin shqiptare, dinin apo iqë? Milito, po, Milito e dinte se ka që dinte Shqipëri, për që, asja kanë... Vetëm them diçka. Kur kam shkuar, diploma më njifej. Jam takuar me Filiolin, jam takuar 3-4 herë me Filiolin. Si? Osvaldo Filiol, portieri 78-ës. Po. Më kupton? Një djarë shqiptari, aty në Argentinë, ishte gazetar në qeveri. Si? Po, edhe a ishte rritur me Filiolin. Më kupton? Edhe në përmjet ati, ku kam shkuar 4 herë, jam takuar me atë, i prezentova i dhash gjithë këto dokumentat që kisha, edhe u interesua, më këto, më njifej diploma, edhe vetëm duhet bëja një kurs 2 mujor. Që të bësh trajner futbolli? Të më licenconin, do me thënë, diplomën time. E kuptoj. Nuk e flisja mirë gjuhën, kisha më pak se i vit kur kisha shkuar atë. Edhe nuk ashtu. Edhe biles edhe më tha, që mund të më gjente punë edhe jo në Argentinë. Shumë tegër janë ati në derbi që bëjnë, rrien shumë. River Boca? Më ashpër është Rosario Central Newell's Old Boys. Po rrifen edhe kështu, jashtë stadiumit e gjitha? Vitet e fundit nuk ka patur problemi se në Argentinë ka gati 20 vjetë që nuk ka tifoza udhëtues.
Më kuptoj, jo, ka gati 20 vjet. Ishte një ndeshje lute Vélez Sarsfield, lute në San Lorenzo, edhe duke udhëtuar autobusit tifozëve, i gjujtën me armë, vdiq njëri dhe qysh atëre do me thënë, ka gati 20 vjet që nuk ka. E ka nejë fare. Përjashtim të ndeshjeve të kupës, se ndeshjet e kupës është një ndeshje tek edhe ka tifozë kështu, dhe pastaj kur udhëton River ose Boca, që shkojnë në një qytet të largët, më kupto, atje ka sportdashës të këtyre ekipeve, edhe që blenë tifozët atje, po që të udhëtojnë për shembull nga Buenos Aires për të shkuar, në asnjë, jo vetëm River Boca, nuk ka. Po pse bëhet nami? Bëhet nami. Ka ndodhur historikisht? Ka ndodhur. Llogarit që nuk e di ekipet e tjera, po Boca dhe Riveri i kanë autobusat e blinduar. Po. Blinduar, antiplum. Blinduar. Riveri e ka patur përpara. Wow. Kokë dy kalamajve. Në 2018, kur u bë finalja e Kupës Libertadore, ndeshja e parë u bë në Boca, Boca River. Riveri shkoi me autobus të blinduar. Ndeshja e kthimit, erdi Boca te Riveri që i thyen autobusin dhe pastaj u bë në Spanjë ndeshja. Ndeshja e kthimit. Që aty pastaj janë të blinduar autobusat. Super fare. Tani, italianët janë mërzitur? Që nuk është kualifikuar. Si është vjetë në Itali pa kupën e botës? 12 vjetë. Është që mërzitur? Janë pak të mërzitur italianët, po presim që të vi 2006 prap, viti kur kam lindun. Qatë vit tani? 2076 në bojnë italianë. Jo, si dijet. Okej. Elizondo, arbitri i finales së Kupës Botës 2006, mes Francës dhe Italisë, ka bërë një rrëfim të bujshëm 20 vite pas një prej episodeve më të famshme në historinë e futbollit, duke pranuar se ndërshkoi me karton të kuq Zinedine Zidane, pa e parë vetë goditin me kokë ndaj Marco Materazzit. Ishte arbitri finale së botrorit 2006, ndeshja më e rëndësishme e karrierës time, por e përjashtova Zidanin pa e parë goditin me kokë ndaj Materazzit. Ai nuk protestoi. Hoqi shiritin e kapitenit dhe u largua. Jemi takuar sërish në vitin 2007, por nuk folëm kurrë për finalen. Tha duke përfunduar arbitri i ndeshjes. Ndodhin dhe këto? Qa ka për të thënë atë? Tani... Aja qau gjoksin atje, kjo thotë unë nëzora karton. Nuk e ka parë pra, i ka dhe kartonin dhe pa e parë se s'kishte varë atëre, zotëri. Nuk ishte po të thotë. Sepse jeta ka ndryshuar. Po të thotë ansori, më të thotë vëzhgusin dhe, nuk kanë qenë kur, pa komunë. Si ka mundësi dhe me këtë zotërin e ke tani, edhe me Elizondon në deklarat, mirë me mua, dakord e ke me mua, po me Elizondon e ke tani. Po tani ka pra se deklarata ka bërë buj në gjithë mediat. Ti nuk e shikon kështu. Okej. Nuk e kuptoj. Jemi në situatë në arbitrave, se edhe që ka bërë Egypti sot, është protest në Egypt. Ka dalë Trajnjeri, presidenti federatës, ka dalë gjithë me radhë, ka dalë Dimës Trajnjeri, është vjedhje, thonë është skandal, kupën e botës, duhet t'ja japin Argentinës, duhet t'ja japin Messi, ta gëzoj kupën. Në nëzë e thonë gjithë mileti këto. Okej. Gjithë bota e thotë, qartë të keq e ka. Në zë. Ata e thonë me zë. Edhe Kroacia. E kanë thonë para 4 vjetësh, po e thonë prapë të... Maestro, do bësh një gjonglim? O, ja. Si e? Nuk jetë gjonglimet? Une? E gjonglimet? E të gjonglimet që, je? Po na bo diçka ma të fortë të burë se gjonglimet se ma jepi në gjonglim të një, jepi në një kështu si maestro, të regoj që këmblera të një. Vetëm kujdes, jo me mu, jo, vetëm kështu vetë. Bëjna me kokë sigurat emisionit që vë? Po kam edhe këte, po hajde e provojnë. Me kokë bashkë. Ja, dilene. Po, se mos birë në tokë. Dilë qikë më këtej. Nëse vina prej i lirë. Se më pengo dhe kupja, nuk e gjuj mirë. Jo, edhe i. Ti e ke? Një. Mirë. Duhet qikë më hëmën. Kam thonë që shkolla Kosovare është njërë se shkolla shqiptare për futbol. Dhe dyja shqiptare janë.
Mos na thy Kosovare burr se shqiptar nga Kosova. Shqiptare janë. Po tash kush i ndau që janë? Po Kosova është një vend tjetër atje që i kanë vënë flamur. Domethënë Prishtinë luajnë më mirë se në Tiranë do të thosh ti. Shkolla e futbollit e Kosovës është më e mirë se shkolla e futbollit. Kanë nxjerrë edhe më shumë futbollistë. Po sigurisht. Në Shqipëri. Kanë nxjerrë. Tani kush është reportazhi më i bukur që ke reportazhi më i bukur që ke bërë në gazetari? Më thuaj çik. Që e mban mend kështu edhe në këto mediat e huaja. Lajmi për ndeshjen e Shqipërisë me Kroacinë. Barazimin europian. Se unë e kam parë edhe në stadium atë, ka qenë edhe më pas lajmin që kam bërë, ka qenë një nga ndeshjet më të bukura për mendimin tim. Emocioni në fund, autogoli dhe pas goli dhe bukur, ajo ka të rregjur vëmendjen më shumë. Ndërkohë për ndeshjen me Elbasanin, Elbasani filloi mirë ndeshjen, kryesoi me rezultatin 1-0, përfundimisht ndeshja e parë në Ligën e Konferencës përfundoi 1-1 me Bate Borisov. Ndeshje e mirë e Elbasanit, por mund të bëte më mirë. Kujtojmë që Bate Borisov është në mes sezonit dhe ky është një handicap. Mas disa ditësh stërvitje, ekipi mund të kapi edhe më shumë vlera fizike dhe të kemi tjetër performancë në transfert duke shpresuar një kualifikim të mundshëm. Jemi në fund, kemi dhe partnerët tanë që duhet i përmendim regjia, se është momenti tani që o të shkojmë të Oto, o të ham në i pizza. Se vjen Abel Pizza, e cila gjendet me resetën origjinale napolitane të pizzës e gjeni te Abel Pizza, rrugën Muslim Shyri. Një shije që nuk harrohet, tani Italia është më afër se kurrë. Brum autentik për bërë cilësor dhe shije vërtet napolitane në çdo kafshat. Çdo pizzë përgatitet me pasion sipas traditës së vërtet napolitane, edhe me kujdes në çdo detaj për t'ju sjellë eksperiencë autentike në zemër Tiranës. Cilësia, freskia dhe shërbimi i përkushtuar janë arsyeja pse klientët zgjedhin çdo ditë. E aprovoj edhe ti dhe lëre shijen të çojë drejt Italisë. Ju presim në Abel Pizza dhe na gjeni në Instagram. Mos harroni, mu të kthesë drejtorisë, sa futesh aty, përballë sigurime shoqëroresh Abel Pizza. Të lira, të mira. Jemi në fund, tani ke ca video interesante që ti ka gjetë regjia, po i paske shumë të bukura. Faleminderit. Ti ishe në emision tani, ata kërkonin, ti gjeshin gjithë gjërat e bukura. Ke pozuar edhe për kompani? Kam bërë vetëm disa paramisi, do me thënë pak gjëra, po tani erdhi rrugtimi vërtet, edhe avash do dalim pastaj bashkëpunime të tjera. Po sigurisht, sa vjeqe? 20. E ke rrugën para. E ke autostrat fare. Normale që do kesh bashkëpunime të reja dhe suksese të reja. A që tepër që ke edhe gosë që vazhdo në studimet edhe ke synime. Po pse ke ardhur me gjyshen ti? Se më të regjia është gjyshja këtu, unë se kam parë, po? Po, gjyshja më donë shumë edhe... Gjyshja ta kam mësuar Shqipen ty? Po, portofolu me gjyshen e kam mësuar. Ja, duhet ta ftojmë gjyshen këtu, tani? Nuk e di se ku është mbrapa dhe nga regjia. Po të vi dhe gjyshja nuk vjen. Unë të doja shumë, po ajo ka pak turp të dali. Që ka turp gjyshja? Ne jemi misor, jemi në regull gjithë me radhë. Hajde gjyshja, hajde. Hajde bëjmë për qafim se do e kesh kujtim të rjetën, hajde. Hajde mos ja bëj ashtu, hajde se të kapi dhe kamera. Hajde se do e kesh kujtim bukur që të regon për kushtimin që ke tër kohës, hajde këtu me mbesën, duket se familje shqiptare tradicionale e lirë, gjithmonë. I mësojnë shqip, rrinë kujdesën. Atë ndikimi duket qartazi dhe si mos dali gjyshja këtu, se familja e pas ka edukuar vajzën që të mësoj gjuhën shqipen në mënyrë perfekte sikur ka jetu gjithë. Është fantastike fare. Edhe është çai ka dhënë Zoti nga bukuria është merit e Zotit, po çai ka dhënë familja është edukata dhe hajde mos u vononi se në rregull jeni, po hajde spontaniteti është më i bukur. Është më vështirë jashtë. Më thuaj çik. Nga përvoja është më vështirë jashtë që të ruash gjuhën dhe çdo gjë tjetër, sepse asimilohet. Hajde.
Në fakt doja të vinte edhe gjyshi se ai. Po tani këtë kemi këtu. Hajde, eja, bukuria. Jaj çik ja të marrë çik intervjuesurin tjetër me mesë. Si e ke emrin? Sanje. Ata gëzosh. Po mirë, Samira keni mësuar shqipen mirë. Që ka jo vetëm e mirë. Jam shumë e gëzuar për mbesën që kam. Uroj o Zot lartë më lartë. Lartë më lartë dhe gjithë. Faleminderit për juve. Okej. Përse emocionoj mbesën time. Dhe di pse dolëm nga skenari, vetëm sepse keni këmbgulur dhe keni mësuar gjuhën një vajzë që nuk ka lindur dhe për këtë komplimentet më të mëdha. Okej, Shqipëria topi në dorë këtu tani si simbol që Kupa e Botës është gjithë. Ne jemi në fund. Hajde këtu ta mbyllim bashk me missing këtu. Edhe gjyshje nga ana tjetër. Lexojmë dhe çik se dën që na duan kamerat që na filmojnë. Hajde gjyshje këtej nga ana tjetër. Edhe hajde ri këtu një tjetër. Okej, ja këtu me topin në mes dhe mbyllim programin. Ja dhe se dën, qoftë duan kamerat që mos ju vjedh njëri kurorën atje sipër. Vini SSD, teknologjia dhe siguria janë sot një domosdoshmëri për çdo biznes dhe natyrisht SSD është një ndër firmat më prestigjioze e cila ka teknologjinë më të lartë në treg. Tek SSD do të gjeni të gjithë elementët të cilët i japin kësaj kompanie një vlerë të veçantë në treg. SSD, na gjeni edhe faqen e internetit e cila është e kompanisë. Jemi këtu në fund, i përshëndetet gjithëve tani, faleminderit Mimi Mersini që ishe këtu, Ilir Alliu, kënaqësi e madhe, Zoti Alliu që nda mendimet tona rreth Kupës Botës do jemi gjithë një, pavarësisht me gjithë Angelina Mema, gazetare, kënaqësi që ishe në shoqërinë tonë. Përshëndetje Zoti Krasniqi, CEO Novamat, si gjithë një, Mehmet Krasniqi. Do jesh qik më shpejt tani dhe do na sjellë ato çunat që kam mendje, çunat e Novamat. Duhet na sjellësh çik tani që grupin e tifozëve, se aty kisha mendjen. Mos e harrojmë këtë element. Që të vinë ata të Novamatit dhe të flasim çik më shumë. Do t'i ndihmojmë. Okej, Zoti Krasniqi. Gjyshe, komenti i fundit, si është futbolli që bashkon njerëzit? Ja, bashkon mesën, panelin, ata që luajnë atje dhe topin këtu. Si është Kupa e Botës? Interesante. Jetë në i tifoze me ke jetë? Jo, nuk jam. Jo, ti je në Shqipëri vetëm. Është me Partizani, sepse burri i ka punuar te Partizani dhe i ka ndjek çdo ndeshje të Partizanit. Ka punuar në klubin e Partizanit? Po. Super fare. Ilir, në rregull? Unë jam me Tiranën vllaç. Natë e mirë, nesër në orën 20:30 më shumë. Faleminderit.